Gjykata e Durrësit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 25 vjeçarin Marian Kedheli, i cili vrau me thik të atin 69 vjeçar Pjetër Kedheli në banesën e tyre në fshatin Shkallnor. Ngjarja trondice u regjistrua në orët e mbrëmjes së 28 nëntorit, duke shtuar edhe një tjetër rast tragjik në listën e krimeve brenda familjes. Në seancën gjyqësore, i riu u shfaqet qetë dhe madje i buzëqeshur. Për shkak të asnjë avokati nga familja nuk ishte paraqitur për ta mbrojtur, gjykata caktoi një avokate kryesisht. Ajo kërkoi që të kryhet sa më shpejt një ekspertizë mjekëligjore për gjendjen psikike të klientit të saj, duke theksuar se i riu nuk i ka kuptuar ende veprimet që ka kryer. Akoma nuk është bërë një ekzaminim paraprak. Mariani akoma nuk e kupton veprimet që ai ka kryer, paktën aq sa unë arrit të kuptoj nga gjendja e tij. Akoma s'ka arritur të kuptoj gjendjen, veprimet që kanë ardhur si pasojë e këtij. Mariani shikohet si një person i mbyllur, i heshtur, nuk e di se çfarë ka vuajtur ai nga brenda, dhe sjellja që ai ka bërë është realisht shumë e rëndë, pa parashikueshme, pa paramenduar nga askush. Sipas dëshmisë së dhënë në gjykat, konflikti ka nisur pas një debati të çastit ku Jati kishte kërkuar të birit të ndihmonte me pritjen e njerëzve dhe pagesat pas vdekjes së gjyshërve një javë më parë. Nuk i kushtova rëndësi fjalëve të tij, më kapi prej fytye dhe unë mora thikën që i kisha afër. Nuk jam dakord me rrezikshmërinë time, nuk jam sulmues, është shprehur Kodheli para trupës gjykuese, duke lënë të kuptohet se ndodhej në një gjendje të çrregullt emocionale. Pas krimit ai është larguar me vrap nga banesa, por u shkthyer sërish për të marrë telefonin. Në ato moment, sipas hetuesve, ka goditur të atin edhe me një shufër hekuri. Prokuroria ka bërë të ditur se viktima kishte 2 plak në kokë dhe 5 në trup, ndërsa thika 29 cm është gjetur mbi tavolinë dhe shufra metalike në krevat. Në dëshminë e saj, ëma ka treguar se kishte dalë për të kujdesur për baktit dhe pas pak minutash kishte dëgjuar britma. Kur ka hyrë në shtëpi, ka gjetur të birin me thik në dorë dhe ja ka marrë më një herë. Familjarët e tjerë kanë pohuar se Mariani ishte një djalë i qetë dhe i mbyllur që nuk kishte shfaqur më parë probleme me ligjin apo me sjelljen. Ndërkohë, pas vlerësimit të gjendjes së tij mendore, pritet të vendoset nëse 25 vjeçari do t'i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm në një institucion psikiatrik.